Doja ta nisja me diçka në fakt që mund ta kisha kërkuar edhe për procedurë, po për efekt të kohës edhe të respektit të çështjes së rëndësishme. Ka 3 ditë që janë vënë në funksion që nga Presidenti i Republikës, Kryeministri i Shqipërisë, Kryetari i Parlamentit, që doja të ishte duke drejtuar, se këta ushtarët e tjerë pastaj Kumbaro dhe Gonxhe kanë qenë gjithmonë në shërbim, janë vënë në shërbim të pritjes së Granofit në Tiranë për t'i mbushur agjendën dhe ndërkohë për t'i mbushur dhe të ardhurat me trashëgiminë kulturore shqiptare. Mbasi i dhanë Butrintin, mbasi i dhanë Drilon Tushemishtin, që sot rrezikojmë të hiqet edhe nga mbrojtja nga UNESCO dhe kemi një raport negativ, mbasi i dhanë Elbasanin, tani ka për detyrë që të shëmbi 70 shtëpi të Dursakëve dhe t'i japin edhe trashëgiminë historike të Durrësit. A thua se turistët nuk do të vinë për të parë edhe shtëpitë e vjetra të Dursakëve dhe historitë njerëzore të njerëzve atje, por do vinë për të parë lulishtet që parashikon të ndërtoj ADF-ja. Mos u bëni kaq vasal, kuptojeni që dhe fuqinë e lobimit e ka humbur, se tani atje janë republikanët dhe është presidenti Trump, dhe mundohuni që të ruani më shumë historinë, trashëgiminë, identitetin e shqiptarëve, se sa qokat tuaja për lobim ndërkombëtar. Për sa i përket Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, fakt dua ta nis me një thënie të Orwellit që thotë kush kontrollon të tashmen, kontrollon të kaluarën, e kush kontrollon të kaluarën, kontrollon dhe të ardhmen. Kjo shpjegon qartësisht edhe dëshirën tuaj që gjatë gjithë kohës të glorifikoni figurat e komunizmit, të ripërdorni në arenën publike simbolet e komunizmit, të jepni në poste të rëndësishme shtetërore duke mos respektuar edhe ligjin figura të komunizmit, sepse në fund të ditës jeni të lidhur pashmangshmërisht me atë kohë, me atë parti, edhe si një parti që thjesht i keni ndryshuar emrin vetes nga Partia e Punës e Shqipërisë. Si ndodhte në fakt në Ministrinë e të Vërtetës, ju bëni gjithçka që të zhdukni faktet, bëni gjithçka që të rishkruani historinë, aqsa në Shqipëri jemi paradoksin ku ky institut nuk ka të drejtë që të jetë bashkëpunëtor dhe të japi kontribut kur shkruhet historia e Shqipërisë për pjesën e komunizmit, por historinë e Shqipërisë për pjesën e komunizmit do duhet ta shkruaj sipas jush dhe paratja u jepni atyre dhe drejtave atyre, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, që drejtohet nga Skënder Gjinushi, ish ministër i kohës komunizmit dhe diktaturës, i cili do duhet të shkruaj historinë për atë kohë. Pra, ja keni dhënë xhelatëve që të shkruajnë për atë çka kanë bërë xhelatët. Dhe imagjinoni se çfarë versioni të historisë komunizmit do të marrim ne kur ju nuk lejoni Institutin e Studimeve dhe Pasojave të Krimeve të Komunizmit që të japi kontribut pikërisht për pjesën më të rëndësishme, pjesën më të errët të asaj që ishte komunizmi, të krimit njerëzor që i ka bërë shoqërisë shqiptare dhe pasojave tragjike që ne i vuajmë edhe sot në kulturën politike shqiptare, por edhe në brengat e atyre njerëzve ishte përndjekurve politik që ende nuk kanë marrë drejtësinë Shqipëri, që ende kanë këstet e pamarra nga Shqipëria, që ende fëmijët e tyre nuk trajtohen me dinjitetin që duhet i japi shteti shqiptar, që nga bursat e arsimit dhe elementet tjera të parashikuara nga ligji dikur. Ju e bëni këtë sepse doni që Skënder Gjinushi dhe Akademia e Shkencave të glorifikoj paraardhësit tuaj, të glorifikoj Partinë e Punës, të glorifikoj Enver Hoxhën, të japi një dorë për rishkrimin e historisë dhe për ta çuar historinë atje ku i jep ujë përfaqësuesve të Partisë Socialiste. Se fatkeqësia është që nëse ne nuk arrim dot ta studiojmë me objektivizëm historinë dhe ta fusim atë në tekstet shkollore për fëmijët tanë, ne rrezikojmë që historia të përsëritet. Dhe Shqipëria sot ndodhet në një diktaturë moderne,
ku shumë nga elementet në cilat vuanin para artësit tanë janë një shfaqje e re, moderne, por e njëjta ide, që nga liria e fjalës, tek liria e veprimit, tek mendimi i lirë, por dhe mbi të gjitha tek ligji që bëhet sipas maligjit. Për shembull, zgjohet në mëngjes ministrja e brendshme dhe thot nesër do të ndalohen monopatinat dhe policia e shtetit pavarësisht se s'ka një ligj për këtë, i ndalon. Dhe kur shkojnë qytetarët në komisariat, ju thot, as ne s'dim se çfarë do të bëhet me to, po presim kur dali ligji. Pra ne jemi një shtet që funksionojmë me urdhrat e maligjit. Dhe ky nuk është as rasti i parë dhe as rasti i vetëm. Në këtë vend edhe gjatë pandemisë dilte kryeministri dhe vendoste oraret se kur do dilnin njerëzit me autoritetin e Facebookut. Në këtë vend del kryeministri dhe shkarkon drejtorët e bashkive me autoritetin e maligjit. Në këtë vend del kryeministri dhe njerëzve që kanë paguar taksa dhe që kanë kontrata të lishme për të pasur hapësira publike në vendet caktuara, ja u prish nga sot nesër, pa asnjë paralajmërim dhe pa ligj. Sepse kjo është diktatura moderne ku nuk ka nevojë për ligj, por ka nevojë vetëm për maligj. Ndaj ju bëni gjithçka që të zhdukni kujtesën e përbashkët dhe ndërgjegjen për atë çka ka ndodhur në kohën e komunizmit, që njerëzit mos të heqin dot paralelizmat me atë që ndodh sot dhe se si cënohet në fakt e drejta çdo ditë. Në Shqipëri ne vuajmë nga një shprehje e cila na ka ndjekur hap pas hapi. Dhe unë mendoj që Shqipëria do të bëhet pikërisht kur ne të heqim dorë nga shprehja hapi rrugën budallajt, sepse në këtë mënyrë na kanë dalë të gjithë budallëjt në krye dhe Shqipëria nuk po shikon një ditë të bardhë për të arritur ato standarde që i duhen Shqipërisë, qoftë në demokratizimin e saj, që ju e pat se jemi nga 100 vite larg standardeve të Bashkimit Evropian sipas studimit të Institutit Vienës, e më pas për të arritur një mentalitet ndryshe, një rini të begat dhe një Shqipëri ku njerëzit do duan të jetojnë dhe jo të ikin nga syt këmbët. Sot vuajmë në çdo sektor tragjedin e shpopullimit. Unë në fakt kam reaguar edhe në rrjetet e mia sociale dhe prisja që do të reagonte ministri e Arsimit, por duke ditur që është Miela Kumbaro, pritshmëritë janë shumë të ulta, për atë që ndodh në Universitetin e Elbasanit. Intervistat e grave 53-56 vjeçare, të cilat nuk dinin se çfarë degë studionin, nuk dinin si ishin regjistruar, nuk dinin se ku po shkonin dhe çfarë po bënin, tregonte qartësisht që kishin të bënin me një skandal të regjistrimeve fiktive për të mbajtur degët e hapura me qëllim që universiteti të klikoj atë dritaren se ka degët ende funksionale për të mbajtur njerëzit në punë dhe fondet ekzistuese, dhe jo një politik shtetërore siç duhet ishte, ku arsimi t'i kthehen syt, të shkojnë parat dhe të motivojmë rinin shqiptare që mos tiki dhe të studiojë. Të studiojë dhe në ato degët prioritare siç është mësuesia. Ju mendoni se ne do ta bëjmë vendin me zonja të cilat nuk din as të artikulojnë mirë shqip dhe nuk din çfarë lënde po bëjnë dhe çfarë degë janë, se s'kan lidhje fare me universitetin? Ja pra, të gjitha bashkë na çojnë se nëse ne i lëm njerëzit pa arsim, nëse ne i lëm shkollat pa i çuar edhe atë literaturën e duhur që përgatitet me shumë profesionalizëm fakt nga instituti, të cilin dua ta përgëzoj për punën e mirë, ne do të arrijmë në rezultate ku të kemi një shoqëri e cila realisht jo vetëm nuk ka standardet europiane, po as nuk i kërkon ato, sepse as nuk e di që duhet t'i ketë ato në rast se vazhdojmë me fiktivitet. Dhe për ta mbyllur edhe për efekt të kohës, do desha të citoj një thënie. Edhe në burgun më të ftohtë siberian, të vetmet gjëra që nuk ngrin janë kujtesa dhe ndërgjegja. Ndaj edhe shqiptarët do të dinë që me kujtesë edhe me ndërgjegje mos lejojnë diktaturën e dytë, diktaturën e egër, moderne,
të narkosit në Shqipëri. Shumë faleminderit. Shupa, faleminderit. Atëherë fjalën e ka zoti Erion Malaj. Përpara në fakt se t'ja jap fjalën Erion Malajt, kur përmendim bashkëpunëtorët